njëjtë ftyra në kuvend, njëjtë ftyra në institucione, njëjtë ftyra nëpër shkolla, pse tritë e luginës asnjëherë nuk i përfshin politikë bërje. Është diçka që për ne gjithmonë më lën përshtypje. Gjithmonë folmi për tritë se ardhmë aktivendi, po asnjëherë nuk i japim përgjegjësinë e duhur që i nevojitet. Sa herë që të vjen puna për me marrë vendime, tritë gjithmonë përjashtohen. Tritë i thirrmi për me rrë shoplak, për me marrë për tubime politike e për me bë dëni foto për ambasada ose ndërkombëtare. Prandaj nuk është çudi që krejt janë zhgënjur për kësaj pjese. Këtë fokusi kryesor është çysh me vazhdu jashtë luginës. Jo pse nuk kanë ide që sa vjet e me radhë është kriju përshtypje se zoni atëve nuk ndihet. Ndërkohë, në skenën politike vazhdojmë pa të njëjtat ftyra. Njëjtë ftyra në kuvend, njëjtë ftyra në institucione, njëjtë ftyra nëpër shkolla. Kjo vlen për secilën parti politike. Liderët e rinj nuk lindin rastësisht. Ata krijohen kur i jepet hapësirë, përgjegjësi, po mbi të gjitha besim. Në shumicën e gjeneratave të reja që kanë me ikë pikë këtij vendi për shkak që nuk i jepet besimi, mas 2 ose 3 dekadave, në vendin tonë kanë me met veç gjeneratët pensionera. Edhe që ata pak 3 që i kanë pas besim e dëshirë për mu kyç në procese politikë bërjes, kanë mendu që pja marrin bukën e ngojës. Kjo është thirrje për gjithë qytetarët e Luginës Preshevës, edhe veçanti aktorët politik, që t'i jipen hapësira personave të rinj, që t'i jipet hapësira në krijimin e liderëve të rinj. Gjithmonë duhet të ndryshojë gjenerata dhe secila gjeneratë e re duhet të jetë më e mirë se ajo paraprakje. Por ndryshe, Lugina nuk ka të ardhmë. Kanë mendim Lugina e kanë munguar një muj, por kjo nuk do të thotë që Instituti Mozaik nuk ka me vazhdu me punë edhe me trajtimin e çështjeve të tilla.